pa marrëveshje politike, sidomos në Kosovë, ka qenë qeveria e kalueshme edhe ajo e fundit që ka mujtë me formu qeverinë. Tash s'u formon asnjë kush nëse nuk ka marrëveshje politike, pikësh të dinë një madh i vogël dhe mos të shajnë për opinionin, mos bëjnë komente se analistët, kolegët e thojnë të drejtën. Ai pëlqen lëvizje për vendosje simpatizuese është shumë subjektive. Dhe qa do na përshojmë një blokat është 7 herë që mbledhet Kovendi prej aty në mandate që... Po blokada mendoni që po bëhet vetëm prej anës vetëvendosjes? Po vetëvendosjes se... Nuk janë 4 parti aty, 4 parti politike? Enderimi të lutëm, veç pak. Jënë 4 parti. Mbas certifikimin e zgjedhjeve me nene 90 Konstitutës Republikës të Kosovës, i bjen partisë fituese të kandidatën apo kandidatin për të zgjedhë krye parlamentarin, të zgjedhën nën kryetarët e partive të tjera u heqin barën. Jo barën, edhe ata janë të votuar. Pa tjetër të lutem për të paktën nuk kiti marrëveshje dhe si ki ato votat, mos mendon që ta voton të opozita dhe shto faktin këtë, e ki 1% për qasi jo unifikuese që s'po ta dën asnjë deputet, bile edhe të lëvizje vetëvendosje, pse ty me ta voto opozita, atë ka bërë që ka hak, jo, pikësh kjo sen, qysh dush dhe të marrin opinione ose simpatizat në lëvizje vetëvendosje, kjo është e qartë. Pse Halimi një parti e cila ka dalë e para nga zgjedhjet e nënshkurtit, duhet ta tërheq propozimin e vet për shkak të partive të tjera, veç se po e kërkoj? Jo, për me bo për çështjen e Kosovës, jo për çështjen e atyne. Se bilin këtë rast, përpërsëris apet, nuk ta voton opozita se se ka obligim nëse s'ki marrëveshje politike, pikësh kjo. Unë po çuditëm që kërkojnë nga opozita me ta, pse me ta votu? Lëvizja vetëvendosje asnjë kryetar parlamenti se ka votuar. Bili kur lokon Kosova shumë me ekonomi dobët, ashtu kështu kemi edhe kur lokon në Covid se ka votu për herë tjetër çështjen e pensioneve. Hekshin gjinja për buk për sen nuk e voton për me hek apet kontributet e shtetit. Dhe ta po pret, që e ke mjell edhe pekor në termin popullor dhe unë çuditëm se kërkojnë nga opozita me ta votu. Pikës ta voton, kaq. Edhe pse tash nuk është se kemi opozitë realisht, nuk kemi si të referuar, aty janë të gjithë deputet të vetuar, mirë po ende nuk po arrim të konstituojmë kuvendin, s'ma ki që nesër është përpjekja e 8 sa i përket konstituimit. Jemi lodhur pak edhe nga këto përsëritjet e seancave që nuk po zgjasin më shumë se 5 minuta. Çfarë mund të pritet nesër apo pa marrëveshje politike nuk presim asgjë? Po absolutisht. Pra, para ne që dëshirojmë që Kosova të ecë përpara, ne që kuptojmë që pa marrëveshje ndërpartijake, sepse sovrani nuk ja ka votën ta themeloj vetë as qeverinë as institucionet, as institucionet e kuvendit. Pra, ne po lodhemi, por Albin Kurti po argëtohet. Prandaj ai po argëtohet. Ai po bën kalkulime politike thjesht. Ai e ka po argëtohet sepse po i shantazhon. Po lumë nervat qytetarëve. Vetëm lem ta shpjegoj. Para kjo republikë parlamentare e Jonja e themeluar në vitin 2007, pra kur e shpallën pavarësinë, e ka pas një praktik dhe një kulturë shumë të lartë politike. Ju e dini që PDK, LDK dhe partia AK e tjera kanë bërë marrëveshje paraprake, edhe i kena pa edhe në televizion, para se të shkojnë në seancën konstituive. Prandaj Albin Kurti është ai person i cili e ka ulur aq poshtë nivelin e komunikimit ndërpartijak dhe në skenën politike të Kosovës, saqë vjen në kuvend me atë shantazhin që votojmë na jo mos e shkojmë zgjedhje. Prandaj ju e keni pa marrëveshjen Isa Mustafa Hashim thotë që e cila ishte publike dhe shkumë në kuvendin e Kosovës, u zgjedh Isa Mustafa kryeminist, Hashim thotë që viron nga pozita e kryeministit në pozitën e ministrit të jashtëm, pastaj u bë president. Prandaj populli i Kosovës, sovrani, formulën e rezultateve zgjedhore ka dhënë që Albin Kurti nuk jam rrinë rrype që ti ketë pantall komplet vetë, por duhet ta shtoj një pjesë nga partitë tjera politike. Për ndryshe i bie poshtë dhe i ro poshtë. Pra i kanë rënë pantallët poshtë dhe ai tash e ka shpërfuturimin më të madh duke i shantazhu gjithë opinionin publik dhe nasin. Duke viktimizu. A kur është faj për mi fajsue në atë në popullori afqit sy. Bili është dosht me kërku falja, kom thonë në studio të juve këto, edhe është falja për këtë shpa. Bashkë e kësha kërku ndërhyrjen e bashkësisë ndërkombëtare që të mos luhet sepse shteti Kosovës, atë që e thatë edhe ju, është edhe në sankcionet të BE-s, edhe agjentat e Bashkimit Evropian. Të shfizon që s'ka ambasador të Amerikës këto, të emron për kanë të takuar. Ne kemi vetëm deputet.
të verifikuar me mandatën dhe nuk kemi institucione. Ne jemi në dorën e administratës apo shërbimit civil apo zyrtarëve publik, të cilët